Në kulmin e sezonit të verës, urgjencat po përballen me një tjetër pasojë të temperaturave të larta. Pickimet nga insektet po shtojnë numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Vetëm në urgjencën e Belshit regjistrohen 5 raste në ditë ose deri në 35-40 pacient në javë, ndërsa rastet me komplikacione referohen drejt Spitalit Rajonal të Elbasanit. Pranë urgjencës Belsh mund të paraqiten çdo ditë 3-5 raste me pickimit të insekteve, të cilët kanë marrë ndihmën e duhur dhe nuk kanë pasur probleme serioze për jetën. Për rastet që kanë pasur probleme serioze për jetën, ne i kemi referuar pranë urgjencës Elbasan. Sipas mjekëve, më të rrezikuar janë personat që punojnë në bujqësi dhe kalojnë pjesën më të madhe të ditës në ambiente të hapura. Pickimet nga bletët, grerzat dhe insektet e tjera përbëjnë pjesën më të madhe të rasteve që paraqiten në urgjencë. Zakonisht pickimet nga insekte ndryshme, bleta, grerza, edhe insektet të tjera, të cilët personat të cilët punojnë në bujqësi, që padyshim që janë të predispozuar ose me risk që të kenë situata të tilla. Gjithmonë ka ndodhur gjatë muajit të verës që ka risk që edhe për pickime me gjarprit. Që padyshim duhet qytetarët të kushtojnë kujdesin e duhur për të përkujdesur. Nëse do një pickim, primare është të paraqiten pranë urgjencës Belsh, sa më herët aq më mirë. Sa më vonë, pastaj ka më shumë risk që pickimi të japë pasoja shenja klinike në organizëm. Mjekët u bëjnë thirrje qytetarëve të përdorin veshje mbrojtëse gjatë qëndrimit në natyrë dhe të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore në rast se pickimet shoqërohen me intje të fortë, vështirësi në frymëmarrje ose përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Me vijimin e temperaturave të larta, specialistët presin që rastet e pickimeve nga insektet dhe gjarpërinë të mbeten të larta dhe gjatë javëve në vijim. Ata apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht për fermerët dhe personat që punojnë ose frekuentojnë zonat rurale.